Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takohemi edhe sonte në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin tonë Ky është i dërguari. Sonte do të flasim për një ngjarje të rëndësishme që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, që ka të bëjë me biografinë e tij të bekuar e të ndritshme. Një ngjarje që nisi të jetë betejë, luftë, por përfundoi pa viktima dhe pa u lëndu ndokush nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk ishte dhe një luftë e madhe, mirëpo si ngjarje ishte shumë e madhe. Për shkak se të ndëruar shikues, lidhen me këtë ngjarje, lidhen pastaj disa ngjarje shumë madhore. Prandaj kam vendosur që të flas për këtë betejë, jo për shkak të madhësisë së betejës, sikurse për shembull Uhudi sikurse ishte, ose sikurse lufta e Bedrit. Kjo betejë nuk ishte me këto përmasa. Mirëpo ngjarje që ka ndodhur mbrana kësaj betejë apo të ndërlidhura me këtë betejë janë ngjarje madhore, janë me përmasa të mëdha për te betejës që ka ndodhur. Andaj është mirë me ditë këtë ngjarje dhe gjitha ato që ndërlidhen me te. Ngjarja ka të bëjë me betejën e quajtur betejë e Banu Mustaliq. Banu Mustaliq janë një fis arab të cilët nuk i kanë besu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, madje ishin në armiqësi me pejgamberin alaihi salatu wasallam. Këtë fish e udhëheqte një njeri quajtur Harith ad-Dirar. Dhe kishte vendosur që të mbledhte alatët e tij dhe të niste një luftë kundër pejgamberit alaihi salatu wasallam. Kjo ka ndodhur pikërisht në vitin e 5 pas hijretit. Në vitin e 5 pas hijretit. Dhe filloi që të grumbullonte pasuritë madhe, të grumbullonte armatim, alat e kështu me radhë. Dhe lajmi filloi që të rrjedh se ky don me sulmu pejgamberin në Medinë. I erdhi lajmi pejgamberit alayhi salatu wasalam se kështu po ndodhte tek fisi Bani Mustaliq. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e dërgoi njërin prej shokëve të tij që të merrte lajme. Ai kur shkoi tek ky Harithi, te ky prisi këtij fisi Bani Mustaliq, u paraqit si udhëheq një fisi arab. Tha, jam me ty, kam dëgjuar që ke ndërmend të bësh një sulm kundër Muhammedit alayhi salatu wasallam, kam ardhur me u ofru për ndihmë. Ai kishte nevojë dhe e mirëpriti këtë ofertë të këtij njeriu, që në esencë ishte nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Normal të ndruar shikues, lufta i ka manovrat e veta, normal, betejë është edhe të shkosh edhe të paraqirë të armiku ndryshe nga e qej për të marrë lajme, është komplet në rregull, për shkak se këtu tash duhet me e maksimalizu dëmin karshi armikut dhe me e zvoglu dëmin që ai mund me ta shkaktojë ty. Dhe në raport me këtë çështje, padyshim që bëjnë manovra nga më të ndryshmet. Dhe mori lajme nga ky njeri se po është e vërtet se e ka ndërmend në me luftu pejgamberin alayhi sallam. Atëherë tha, atëherë më leja që shkoj tek populli jam dhe po shoh sa më tepër njerëz ka mundësi me mbledh, ka me i mbledh e me i sillet e ti me u bashk. Ai mezi pritet në rregull, shka vazhdoi kështu me radhë dhe ai i mor ato sekrete që i dëgjoi nga udhëheqësi i këtij fisi, shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i akumtoi lajmin. Kur e kuptoi këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë mobilizoi ushtrinë, nuk ishin numerikisht numër i madh, mirë për atë sa kishte mundësi mbledhej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, ushtarët dhe u nis domthon drejt këtij fisi, që mos lejonte që ata të vinë në Medinë. Është interesant në këtë betejë të ndëruar shikues se pjesëmarrës numerikisht kogja shumë ishin edhe grupi i quajtur grupi i munafikëve. Don koka e munafikëve ishte Abdullah ibn Seluli.
kemi folë për të edhe betejën e Uhudit, që kështë bërë atë ndarjen e ushtrisë, para se të ballafaqoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët në Uhud. Këto radhë kishte ardhur shumë numerikisht. Jo për të luftuar, jo nga trimnia, po për dy arsye. Për faktin se vendi i betejës nuk ishte larg, nuk donte mund shumë. Kjo është e para. Nga sa ta duhej që të merrnin pjesë në çdo betejë për të arsyetuar lojalitet ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ata fshiheshin pas besimit të tyre. Dhe kishin nevojë që ku pas kohë, normalisht të dukesh si besimtar, ta faleshin në xhami, jo shpesh, po delën në xhami. Rënë në pejgamberin sa jo shpesh, po rënë në pejgamberin alayhi salatu. Dhe kishte raste kur e dini se betejë është e rrept, është e vështirë, nuk delën. Po kur edhe se betejë mund të jetë veçën një ndoshta manovër e caktuar dhe mund të përfundojë lehtë, nuk është larg, delën, sikurse kësaj radhe. Dhe e dyta, e dini se fisi që organizante luftë kundër pejgamberit ishte fisi i pasur. Dhe nëse betejë fitoi një plaçkë e madhe e luftës. Andaj shkuan për interes. Nga sa ata ishin kështu të ndërruar shikues. Normalisht, ata nuk kishin kauz, ata kishin interes. U nisën dhe pas disa ngjarjeve periferike te një post i quajtur Morejsia. Morejsia ishte një burim uji. Aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë u pozicionua dhe aty realisht nga largësia u takuan dy ushtrit. Pat një gjujtje, domethënë shtizash nga larg, mirë po kur e pan ata vendosmërinë e ushtrisë së pejgamberit alayhi sallam dhe kishin dëgjuar për triminin e sahabeve, filluan me ik. Edhe në këtë ikë disa nga ata u vranë, e disa u zun rob. Nga se ishte luftë, normal, ishte luftë. Dhe shumica nga ata ikën, u shpërtalluan. Nga shokët e pejgamberit nuk u vra askush. As nuk u lëndua, për faktin se lufta realisht nuk ishte zhvilluar. Disa hudhje shtizash nga larg, por elhamdullah në këtë hudhje shtizash nuk është godit askush nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ata u tmerruan, u friksuan shumë dhe ikën nga fush beteja. Çka ndodhi më pas? E këtu në raste me rëndësi me i kuptuar të ndëruar shikues. E para, çka ndodhi me hipokritët? Çka ndodhi me munafiqët? Ndodhi sa ata, filluan që nga tani aty me bu intriga. Cilet ishte ato intriga? Thanë mas pare, na po i mojmë këta njerëz, këta po pasurohen në shtëpinë tonë, këta po pasurohen mbi djersën tonë, këta po gëzojnë liri mbi, mikpritjen tonë, dhe filloi me fut dilema në mesin e shokëve ti po tenton të më hu dilema të ensarët, banorët e Medinës, që të rishikon edhe njëre vendimin për mikpritin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Shikoni. Pejgamberi tash kishte ndërtu shtet, aty kishte bëu vend, kishte ndërtu ushtri, ekonomi, treg, gjëra kështu me radhë Medinë. Prap tentonte edhe pas shumë huqjeve të mërshme, prap tentoj që me shkaktu një lloj përqarje mes të sahabëve. Madje kur ishte në mes pak më ngushta, tha nëse kthehemi në Medinë, posa kthehemi në Medinë, të fortit dhe ata elitarët do të dëbojnë të dobtit dhe do të dëbojnë të ultit, të thjeshtit, që me thonë, nga Medinja. Kështë për qëllim të fort edhe kanar edhe elitar vetë në ti, nërse i ult edhe jo me vlerë të theksuar, kështë për qëllim kë Muhammedin s.a.s. dhe shokët e ti. Dhe pasa u këthy pejgamberi në Medinë, të ndërruar shikues, çka ndodhi? Zeid ibn al-Arqam, radiallahu ta'ala, në djalli i ri, shkoj tek agja e tij dhe i tha, o agj, kështu e kom dëgju, madje ende pa u këthy Medinë, rrugës do u këthy Medinë.
Kështu e kom dëgju, Abdullah ibn Selun duke thonë. A i shkaj të pejgamberi sa dhe i tha, kështu ka ndodhur. Pejgamberi sa u lëndua, normal. A e dinte sa i kështu bën, dhe kështu flet. Po që përdorte çdo mënyrë, kaq i ol tjetë, patjetër ishte domthonë jo thjesht e pranueshme. Këtu të ndalemi pak të shikojnë ruar. Shikoni urrejtja e njerit, sa gjatë mund të mbetë ndezur. Pejgamberi kur ka në Medinë, e kemi përmendur, Abdullah ibn Seluli ka qenë në prag të kurorizimit si mbret i Medinës. Të jipte kurora e mbretit të fisëve arabe në territorin e Medinës. Ka ardhur pejgamberi sa dhe ai mbeti pa kuror, ai mbeti pa pushtet. Kjo ngjalli tek ai urrejtje të madhe për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Për karrik. Ku është ai me pejgamberin alayhi salatu wasallam? Pejgamberi sa nuk erdhi në Medinë për pushtet. Po njerëz e donin. Misioni i tij kërkonte që ai të ishte udhëheqës, normal. Ai ndezën në zemrën e tij zjarrin e urrejtjes që në vazhdimsi e mbante të ndezur. Nuk i largonte. Madje pse kishte kaluar vite, shiko 5 vite. Ai ende mbante urrejtje. Ende bënte përpjekje me dëbu pejgamberin alayhi salatu. Ende shpresonte në përqarje në mes në muslimanëve. Andaj fatkeqësisht ka njerëz që e ndezin zjarrin e urrejtjes në zemrën e tyre kundër dikujt pa bigajriak. Pa të drejtë. Të motivuar nga zilia, urrejtja dhe lakmia për pushtet. Dhe kjo lakmi nuk shkon do ku fik, nuk shkon do ku zbe. Kjo urrejtje nuk shkon do ku zbe, por shkon do ku ndez. Dhe çdo situatë e shfrytëzon për të nxjerr helmin nga gjuha e tij, për të nxjerr zemrën nga shpirti i tij, për të nxjerr zjarrin, dua të them, zjarrin nga shpirti i tij. Që ky zjarr po e djeg nga brenda. Padyshim që ziliqari digjet nga brendia e tij, nëse zilia e djeg. Njeri mund të ketë keq kuptim kur caktuar me dikën. Mund të ketë mos pajtim, me kalimi i kohës, okay, pajtohet, vazhdon tutje. Do dikush mon inat dhe nuk ndalet deri në shkatërrim total të atij që ka me të kundërshtim. Sa ka armë këto? Me çka armë të son pejgamber sa Abdullah ibn Selul, me çka ka armë su? Asgjë. A di Abdullah ibn Selul pretendon se është musliman? Në rregull, nëse ti je musliman, e ky është i dërguari i Allahut, atë ti duhet të bindesh. Ti nuk guzon të flasësh kaq për të. E po hipokrizia ishte ajo që e demaskonte pretendimin e të rrajshëm në vazhdimsi. Dhe erdh Abdullah ibn Seluli tek pejgamberi sa nga se dëgjoj çka po flitet, e nxitoi më thon, tha wallahi billahi s'kum thon. Shikoj. Kënjente dhe bënte be namën të Allahut. Ka njerëz që kështu janë, të ndrosh shikues. Kur i ballafaqon me realitetin, kur i ballafaqon me të vërtetën, nuk ka me ik. Nuk heziton me përdor si rrugdale betimin rrajshëm në Allahun e Madh. Parandoni, sa është në gjendje, me nxjerr vetveten, qoftë edhe kostoja e kësaj tjetë të betuarit rrajshëm në emrin e Zotit xhallahu xhelalu. Që muslimani këtë se bën për kush e diçka. Dhe i bën të bi, pasha Allahun, betohem në Zotit, po ku thëmën për ty kështu, po ti i dash një jam për ty kështu, gënjente në vazhdimsi. Kur të gjej për këtë deklarim të Abdullah ibn Selulit, Zeid ibn Arqam, ai që kishte thënë se kështu ka fol Abdullahu, u mërzit shumë. Po vallahi kum thon, kështu ka thënë rrugë Allahut, unë e kam dëgju. Nuk zot shumë erdhën ajetet e surës Munafikun. Kaptina el Munafikun ka zbrit edhe ka demasku. Këtë çka ai kishte thënë. Ai kishte thënë se ka me i dëbu. Ai kishte thënë se nëse doni me dëpsu Muhamedit, ndalni financimin. Ndalni financimin. Mos financoni, mos i mani. Shmëran që mos e nimo këtë projekt, meran që shkon dëku, u shkatru projekti i harit.
Allah i ka në dorë furnizimin. Nuk jep këj tjetëri. Nuk njëmën të njëmën e tjetëri. Nuk jam në pjesë i projektit harit është ai tjetëri. Allahu te bareku teala projekti që njerëzit u bëjnë dobi, i mban gjallë, vazhdojnë tutje, sikur se feja Allah xhalla xhelalu. Dhe tha, la tunfiqu ala min inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mos shpenzoni, mos japni atyre që janë me pejgamberin. Domthon mos i ndihmoni as pejgamberit, as fukarave që janë rreth pejgamberit, le të bëhet nga rres pejgamberit, le të bëhet nga ngarkesë pejgamberit, le të bëhet problem pejgamberit. Çfarë zamba Zoti na ruaj. Allahu përmani këtë Kur'an. Ata kanë thonë kështu e të nxjerr, ata kanë thonë që kështu Allahu vërtoi fjalën e Zeid ibn Arqam. E pastaj ardhën elitarët e Ansarëve thanë dërguar Allahut, ai është i ulti. Dhe ai duhet del. Ti je i larti, ti je elitari, ti i ngritur dhe ti të kimë mbet. Çfarë problemi është këtu pa bigajnë? Apo është të ndërru vëzër dhe motra, njerëzit e ligë, që është din me do probleme nga azja, që është din me ti nga tru senet, dhe më thonë, bash atër kur farë nuk të duhet ato probleme, ka dojnë luft i rrëthua nga armeqt, ata bëjnë alianca kundër pejgamberit dhe këtë tash e pretë momentin me godit. Kështu e munafikat. Kështu të është munafiku. Bash në situata kur nështë ki presion, ki shtypje, ki probleme, ki ngarkesa, jemi njerëz, e aje atëherë gjenë momentin me të godit. Aje atëherë gjenë momentin me të godit. Atëherë. Se i leg. Qysh kanë thonë popullion për para? Kanë thonë njerit ratë që është, veç i ligu i bjenë. Ne kur urzu për toke, që ka kimi ramo? S'kam pasë standarde edhe në konflikt, subhanallah, kam pasë vërë në regullë, ka dalë se ka burni këtu. Ka qenë me gru, se ka sulmu, me fmi, se ka sulmu. Pse edhe vetë sulmi ka qenë, më thonë, kushtimisht nështë i keqë, me gjithat, ka pasë regullë. Sot se ka gale, për shambull, aje me gru, me fmi, me kënë është, fjallë dyta, fjallosje, probleme, nuk është në regullë kjo. Nuk ka regullë pas fjallosje heqë. Po në me gjendin një situata kur për shambull mund më friksu gruja, mund fëmija më friksu. Me pa fëmija, babën ka dikush për shambull e godet ose shanë, është të mërshme kjo. Këtë e bojnë njerës e ligë veç. Njerës e ligë e bojnë këtë, Allah në rujtë. Ndaj, kjo është e ligë. Kjo është e ligë. E gjeti këtë situatë vështirë dhe këtu deshti me e godit për e kamerësëm. Po ajo godit. Djali i ti të ndëruar shikues, Abdullahu, njëjtë i kështë me si baba i ti, djali i ti ishte besimtar. Besimtar i mirë, sinqert, e dënë të pejgamberin alayhi salatu wasalam, pason të udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Çka ndodhi? U prek shumë nga kjo fjalë. Nga se kështë dhe disa fjalë tjera shumë të rëndë, shumë banale. Në te për të pahishme, mi a thënë kujdo qoftë e lere me Muhamedit sallallahu alaihi dhe shokëve ti. Andaj a i doli të hyrja Medines. E i tha babës vetë, Wallahi nuk kime i Medine. Deri sa t'jap leje pejgamberi alayhi salatu wasallam. Që ta kuptosh kush është i ngritur e kush është i ulti. Djali vetë, normal. Nuk donë taj që t'i faturohi ligësia e babës vetë. Nëse ishte i ndershëm, ishte i sinqert dhe besimtar. Andaj nga njëri dhe të dytru që mu distancu dhe nga prindi ti nëse ka ligësi. Ka vepër të këqija, të shëmtuara, nuk jam në si ai. O distancohet me fjalë o me vepra. Këse nuk mund të bartë gjithmonë faturën e ligësisë së prindit. Disa fatura mund të paguën, rregullin mbulon, slet, po disa fatura nuk mund të paguën. Faturat e hipokrizisë, tradhtisë, mashtrimit nuk mund të paguën ato. Janë të kushtueshme. Edhe kë nuk pat mundësi me pagu faturën e ligësisë së pafund me të babait tij në raport me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj, tha pa dhon leje pejgamberit të Medinës hen. Kush është i ngritur? Kush është elitari? Kush është kryetari? Kush është? Ka të ndërruar shikues, sa e donin pejgamberin shokët e tij alayhi salatu wasalam. Sa e donin? Një lëndim më minimal. Ata nuk e lenin.
Ata përjetojnë si lëndim për ta, madje edhe ma thellë, madje edhe ma dhimshëm. Nuk lejoni që të prekim me asgjë pejgamberit. Nga sa ai është burimi i udhëzimit tyne, ai është burimi i mësimeve tyne, ai është burimi i kuptimeve tyne, të rëndësishme për jetën, për vetveten, për Zotin xhallahu ala, për rrethin, për të ardhmen. Ai nuk lejoni që dikush si i tillë në çmuaj apo për buzë. Udhëzimi që me te ka pejgamberi, ata e konsiderojnë si rilindje, rikthim në jetë përsëri, pasi kishin qenë të vdekur në kuptim biologjik, po të vdekur në kuptimin e kuptimeve, të vdekur në kuptimin e besimit, kuptimin e jetës përgjithësisht. Çfarë jete me besëti? Çfarë jete me idhujtari? Çfarë jete? Ndaj ata ishin tepër mirë njerëz ndaj pejgamberit alayhis salatu. E kur tha pejgamberi lëre me letin Medinë. Lëre pejgamberi nuk është në nivel ti, absolutisht. Nuk e dëboj. Kishte edhe ata që kërkuan me vra. Na lejo që ta vrajmë këtë tradhtar. Kjo tradhti të ndërshikues. Çfarë tha pejgamberi? Jo. Nga se pasajt e tjerë të flasin se Muhamedi po i vret shokët e vet. Ishte shumë i kujdesshëm në imazh. Me rujt imazhin e fesë, me rujt imazhin e venit. Shumë i kujdesshëm. Nuk bën të veprime që mund ta, domthon, ekspozonin Medinën para gjykimeve, thashëthëmeve, fjalëve të këqija kështu me radhë, për shtypjeve jo të mira të tjera për Medinën. Donte që njerëzit më pas për shtypje të mira për Medinën, për banorët e Medinës, për organizimin shoqëror Medinë, që mos të kuptoj se Medina ka përçarje, vritin me zvete, rrihen me zvete, jo, e kështu t'ja. Ndaj pejgamberi tha jo. Edhe pse ai që ai kishte bërë, meriton të ekzekutim. Tradhti, kjo tradhti e madhe shtetënore, të bashkosh me armikun kundër vendit tënd. Çka është kjo? Të tentosh ta dobësosh ushtrinë tënde pikërisht në kohën kur ajo veç është në betejë me armikun. Çka është kjo? A ka tradhti më të madh se kjo? Megjithatë, pejgamberi sa nuk është saj. Jo, tha, se njerëzit pastaj çka thonë? Valla njerëzit thonë që pejgamberi po vrot me shokët e vet. Çfarë pejgamberi ky? Për merut imazhin e misionit, imazhin e fesë, tolerante edhe hipokrit e kësaj kategorie. Edhe kjo është mënyrë të ndryshuar shikues. Na si besimtar, na si qytetar të vendit kështu më radh, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në sjelljet tona, në debatet tona, në mospajtimet tona, shumë tjera, të jemi të kujdesshëm. Që mos qavim për shtypje të tjera se shqiptarët urrejnë me zvete, shqiptarët nuk duhen me zvete, shqiptarët janë të përqarë, ose globalisht muslimanët janë të përqarë, muslimanët s'ban kështu. Na du të me jepë me mashtë mirë, po kena mas pajtime, sikurse mbrana familjes, ka mas pajtime, i menagjim mbrana shtëpisë tonë, por ata jashtë na shohin që jena mirë. Kjo s'është hipokrizi, kjo është përpjekje për të i mashtë mirë. Pse ka në gjithë kush me di çfarë mas pajtime kena? Edhe nuk duhet me ngrit mas pajtime dhe nivel ti që me e trajtu njerit e sikur se me koni huj. Se fatkeqësisht nga njerët të ndërrumë shikues, na pashojmë, në shoqërinë tonë, fatkeqësisht, po tensionohet situata nga njerë sa që po ke frikë, çka do të ndodhë më pastaj? Çka do të ndodhë më pastaj? Ndaj, sikurse për shembull tash kohëve të fundit, që patëm zgjedhjet komunale. Po ato nacionale kur po vinë, mund taburizime, normal me pas, se ti ka preferencën e vet, e ka të preferuar ti për me votu, kështu bëra problemi ti është personal. Mirë po, një barikadim deri në nivel të betejave, goditjeve, gjujtjeve me zveti, me shprehje, me fjalë të pahishme, me fyrje, me akuza, me tensione, dhe mund të erin kulm. Nuk në ka je kështu, nuk bën kështu. Po, ka mos pajtim, e shpërmendimin tënë për filonin, mëne që ka gabu, nuk ka rregull kjo, krejtë në rregull. Mirë, po mënyra që shpeshe po të gjejmë edhe fatkeqësisht edhe nga pretendentët për të marrë pozita
të rëndësishme shtet, është e çuditshme që po flas ata. Deputet, për shembull, çfarë gjuhë? Ministër, kryetar komune, çka do qoftë. Prandaj, në pas kujdes, pejgamberi sa e ruan të imazhin, edhe na duhet të ruajmë imazhin ton. Ne duhet të rregojmë se ne jemi të denjë me pas shtet. Ne jemi meritor me pas shtet. Ne jemi të denjë dhe të aftë me ndërtu shtetin ton. Me mirëmbajt isunet tona. Jo me rënu ato, me shkatru ato. Gjitha këtu e më rëndësimi kuptu nga e që po flasim që pejgamberi e ka ruajtur imazhin. E ka dru edhe një hipokrit që ka problem, ama ta ketë në kontrol po, ta ketë në mbikëqyrje po, por jo me ndërmarrë masa serioze kundër tij për shkak se të tjerë nuk dinë pastaj çfarë ka ndodhur realisht në mes e tyre. Nëse të ndërrum shikues, nga e që ndodhi këtu është edhe se ai tash kërkonte që të gjitha financat të ndërpritin raport e pejgamberit alayhis salatu. Mirë po nuk ndodhi kështu. Sahabët vazhduan minimu pejgamberit alayhis salatu. Sot që njerëzit e klik kanë xhelozi, kanë inati ndaj një projekti, e punojnë natë ditë me nalat projekt. Hajrit, projekti jot, njerëz përfitojnë për ti. Përfitojnë për ti ashtu hajrin. Ai nuk do më pa atë hajr. Pse? Pse është filoni. Pse është pse është ky, pse çka gali që është ai. Hajde bëjmë bashkë. Mirë, po mos u lufto projektin. O bënu bashkë, o bo hajr diku në vazhdo tutje. Plotsoja këtë projekt. Ky projekt mbulon këtë hapësirë shoqëri, ti plotsoje me projektin tënd një hapësirë tjetër. Dhe kështu bashkëpunë mes veti, plotsoje mes veti. Mirë, po nga inati me tentu me mbshel një hajr, me mbyll një punë të mirë, me mbyll një burim të udhëzimit, të mësimit njerëzve, është padyshim krim. Është ligësi, ndoshta mund të themi nuk ka për te asaj ligësi. Kështu ishte Allah Mesruri, po nuk kurri sukses. Allahu xhallahu tha, në dorë të Allahut janë pasurit, depot e qeve dhe tokës. Ke që ka në qenë tokë, kush i ka ndorë? Allahu Azza wa Jall. Nëse ti s'jep, e gjenë Allah dikon të në që jep. Nga se këtu janë të Allahut, i robët janë të Allahut. Allah zgjidh këndër me bukhajrë. Nëse Allah të ka përzgjedh me qenë, për krasë një projekti, ndihmatari ti, në çfarëdo mënyre, dijes është privilegj, është hajrë, që Allah ka dosh me të përdorë punë të mira. Me të përdorë punë të mira. Nëse sa ka njerë për shkakun që janë ndihmatar në projektet të sherrit. Ndihmon një projekt të sherrit. Në çfarëdo mënyre, me para ndihmon, me autoritetin ndihmon, me çfarë lloj argatllëku ndihmon. Ama ndihmon një projekt të dëmshëm për shoqërinë, të dëmshëm për familjen. Dhe njëzë më shikuar se kujt pja për argatin, për kë po munosh, për kë po lodhësh, kush është realisht qëllimi yt, çka synon këtë dunjati, kanë me kënaq, kujt i shërben, e shumë të tjera që duhet si pyetje t'ja bëjmë vetes tonë për ta njohur mirë se ku jemi të rreshtuar. Ku jemi të rreshtuar? Ato vallë me këto fjalë Abdullah ibn Seluli, ku është rreshtuar? Me miqtë e pejgamberit apo me armiqtë e pejgamberit? Jo, ajo që është rreshtuar, pa i formon të rresht të ri kundër pejgamberit alayhis salam. Ai është koka e rreshtit dhe tashmë donte me rrit këtë rresht të njerëzve që rreshtohen kundër Muhamedit alayhis salatu wasalam, kundër pejgamberit alayhis salam. Dhe dështoi pejgamberi sa u kthye me dijen triumfues, edhe u kthye me një plaqë të madhe të luftës, që padyshim e kishte zërit të madhe Abdullah ibn Seluli. Nëse nga gjëra që kanë ndodhur në luftën e Beni Musrek të ndëruar shikues, është edhe një çështje me rëndësi. Ka pas tash betejë ka qenë. Në zonë nga rob ka pas e gra që në zonë. Është zën rob edhe çika e udhëhecit. Normal, zakonisht familja udhëhecit zien rob, pastaj shkëmbehen, normal. Pra kështu është luftë. Është zën rob edhe vajza e ati Harith ad-Dirar që e përmanë. Që kështë amin el-Gjuwairije bint Harith. Dhe
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më thonë e liraj. Ai që i takon të domon si po mënej si rob, ai e shiti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domon dha paraqe të lirohet. Ku lirua ajo grua, Gjuhëria, domethënë u martua me pejgamberin alayhis salam. Asja nuk është si baba. Aja pa kush të vërteta. Aja pa kush është pejgamberi alayhis salam. Ande nuk pat pengesë me u martua me pejgamberin alayhis salam. Kur njerëz të tjerë panë se pejgamberi u martua me Gjuhërin, e kishin në dorë të tyre rab nga fisi Beni Musalik, krejt rab të lirun. Paramendoni. Krejt tani të lirë. Rab të luftës. Rab mund të shkëmbet, mund të fitosh prej tij. Krejt i lirun. Pse? Antash të janë miqtë e pejgamberit. Si mund të kemi rab miqtë e pejgamberit? Andaj thuhet për Gjuhërin që është nga gratë e rralla që kaq shumë ja ka poharin fiksi saj. Kaq shumë ja ka poharin fiksi saj. Një grua. Andaj i liruan gjithë ata dhe Gjuhëria u bë gruaja e pejgamberit alayhis salam, nëna e besimtarëve. E devotshme dhe një transmetuese e zellshme e haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo është e pjesa që ka të bëjë të ndëruar shikues me betejën, domethënë Beni Mustalik dhe dy ngjarjeve të mëdha që kanë ndodhur këtu. Pjesa e martesës me Gjuhërin dhe si i liruan sahabët e robët e tjerë për shkak se thanë kjo është realisht gruaja e pejgamberit e këta janë miqtë e tij. Andaj na nuk mund t'i mbajmë miq e pejgamberit rob larg asaj, edhe i liruan të gjithë. Për shkak se ne si në shikues, Islami ka ardhur na mëson me liru njerëz. Robnimi është nganjëri pashmangshëm, veçanërisht në ato kohë atë kur kanë blerë rob e kanë shit trege, që ashtu ka qenë të jetuar në atë kohë. Pasot ka rob lufte, pastaj shkëmbejnë rob të luftës. Ndodhin këtë punë. Andaj njeriu nuk mundet domon në çdo situatë me shpëtu robnisë nganjëherë. Mund bie rob të armi kolonë rujt. Dhe Islami nuk e ka mohu këtë realitet që ndodh mes njerëzve. Mirë po, çka ka thënë në raport me këtë realitet? Që për arsyeën e më të vogël njëri, me gjetë një arsye me lëshu robën. Me liru robën. Nuk ka agjeru për shembull lira rab, ke gabu këtë lira rab. E ka lehtësu shumë lirimin. Për faktin se njerëzit duhet të mbeten rob të Allahut te bareku teala. Njerëzit duhet të jenë rob të Allahut te bareku teala. Andaj që ku ndëruar këtu u liruan këta ke rob këtë. E pse ata kishin dhënë luftë, ata kishin qenë pjesë e komplotit kundër pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe trajtimi si ja bëri pejgamberi munafikave, padyshim se është shumë frymëzues dhe shumë i rëndësishëm për të rjetën tonë. Nëse kështu pejgamberi e ka ruajtur imazhin e fesë, imazhin e shtetit, edhe ndaj duke u sill kështu me kundërshtarët e tij. E si duhet na me ruajt imazhin e fesë tonë, xhamatit tonë, rrethit tonë, familjes tonë kështu me radhë. Kur bëhet çka për dikon që nuk është kundërshtar jon, po ja kemi keq kuptime, ndoshta nuk pajtojmë një çështje. A pas kujdes nga se jo për çdo mendim duhet me gjuhë dikon. Jo për çdo mos pajtim duhet me largu pi dikujt, larg asaj. Jo për çdo fërkim eventual që mund ta kesh me dikën verbale apo sidoqoftë ti shpallësh luftë dhe ta luftosh deri në shkatërrim. Nëse një qasje e tillë shkatërruese e pamshirshme është padyshim tregues i ligsisë dhe tregues i cilësisë së hipokrizisë. Nëse të njëri gjendet një cilësi nga cilësitë e hipokrizisë, Allahu na ruaj nga sherri i hipokrizisë. Ka ndodhur një rast më rëndësi në këtë ngjarje, nga se thash është betejë jo shumë e madhe, po ngjarje di ka të mëdha. E përse do të flasim inshallah edhe në takimin e ardhshëm, nga se në këtë betejë domon ku spat luftë realisht, sikur që përmenda, në mënyrë pasore fitoi pejgamberi sa armiku iku, në këtë betejë me pejgamberin ishte Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Aisha ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme, po edhe shumë e dhimbshme dhe e frikshme, që ka pas pasoja të mëdha në shoqërinë e Medinës. Është pikërisht viti 5 i Hijretit, kur ka ndodhur rasti i shpifjes kundër Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Mirë, për këtë rast
me që është rast i gjatë, i rëndësishëm shumë dhe domethënës, do të flasim inshallah në takimin e ardhshëm. Sa përket këtij rasti, kaq për sonte. Dhe me kaq edhe e përfundojmë takimin sonte të nderuar shikues, për të vazhduar inshallah bindina në javën e ardhshme së bashku dhe shpresoj që takohemi gjithmonë të mira edhe në shëndet. Shpresoj mirëkuptimin e juaj për sonte që nuk do të vazhdojmë pjesën e dytë, por e vazhdojmë inshallah në radhët e tjera biidhnillah. Kaq për sonte, Zoti shpërbleft. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.